Këtë të hënë më 9 mars në gjykatën e posaçme të apelit po mbahet seanca e masës së sigurimit pezullim nga ushtrimi i detyrës për ish zëvendës kryeministre Belinda Balluku pas arsyetimit të vendimit nga gjykata kushtetuese. Apeli i GKK ka rrëzuar Ballukun duke lënë në fuqi masën e pezullimit nga detyra. Vendimi është marrë nga gjyqtarja Miliana Muça, e cila shqyrtoi ankimin e bërë nga avokatët e Ballukut të masës së sigurimit. Balluku nuk është më ministre e infrastrukturës dhe energjetikës dhe zëvendës kryeministre dhe apeli i posaçëm duhet marrë një vendim, qoftë edhe për të konstatuar që nuk ka objekt për këtë çështje. Gjykata kushtetuese u shpreh më 6 shkurt për kërkesën e paraqitur nga qeveria lidhur me vendimin e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, e cila në muajin nëntor 2025 vendosi pezullimin nga detyrat të Belinda Ballukut në cilësinë e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë. Gjykata kushtetuese vendosi që trezoj padinë e qeverisë, pasi gjyqtarët votuan 4 pro dhe 4 kundër, duke mos arritur quorumin e nevojshëm. Kështu rikthye masa e pezullimit nga detyra për Belinda Ballukun, e cila ishte hequr më 12 dhjetor 2025, po me verdikt të kësaj gjykate. Ndërkohë në kryesinë e kuvendit po zhvillohet mbledhja e grupit të PS, ku pritet të shpallet edhe vendimi i socialistëve për kërkesën e SPAK për arrestimin e ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Në mbledhje do të mbaj fjalën kryesocialisti Edi Rama. Hartimi i raportit të 5 anëtarëve të PS në Këshillin e Mandateve i është besuar kryetarit të Komisionit të Ligjeve Ulsi Manjës. Tauland Balla ka porositur që të jenë të pranishëm të gjithë deputetët, ndërsa nuk do të mungojë as Balluku.